Dhe mirë i lidhur në formatin 720. Shpresoj që këtë herë transmetimit mos ketë probleme. Nuk garanton interneti në Shqipëri, Leo. Problem që ka për këtë lloj formati. Po. Tani po e sheh vetë. Okej, miqtë e mi, atëherë jemi rikthyer përsëri në transmetim. Kemi ulur pak formatin e transmetimit. Jemi në formatin High Definition 720. Besoj se tashmë interneti do të na lejojë që të transmetojmë. Si duket kjo pamje, Leo? Shumë e bukur, nga Vlora, fantastike. Për xhirot e mbrëmjes, nuk diskutohet, është fantastike, më pëlqen. Është edhe baret këtej i goxha. Janë modern, shumë të bukur, po nëse në mbrëmje do të mbushet plot. Në mbrëmje janë shumë të populluar fatikisht. Imagjinoj. Sepse të gjithë dalin për të konsumuar diçka, një kafe, një pije. Ka një vendosje implementri shumë bukur Vlora, fatikisht, të bareve. Si duket dhe nga pamjet, në Kërmadiat kemi baret, ndërsa Majtas kemi plazhin. Në këtë orë baret janë të boshatisura, sepse është orari drekës. Tani pas dite, fatikisht, sa i bie ora 5:20. 5:30. Si rreth orës 7:30 fillon dhe mbushet sheshi këtu. Traveler Kid, si Leo? Mapa është goxha e lartë. Temperatura? Temperatura e lartë, thoya. 35 gradë. Që parë ishte 37, nuk di sa është tani. Nëse mund ta shikosh. Ja ti bëj një refresh. Pak më parë ishte 35, akoma kemi 35 temperaturë. Po. Atëherë jemi në datë 4 gusht 2021. Jemi në kulmin e sezonit veror. Këto ditë kanë qenë temperatura shumë të larta fatikisht. Këtu pasim edhe turistë me bicikleta. Këto shikojmë dhe rrugës zakonisht. Po, duken që janë turistë. Dhe në Itali ku jetoj unë, i shoh shpesh herë, zakonisht janë shumica janë gjermanë. Gjermanët vinë shumë aty, Shumë zona dhe marrin bicikleta, e preferojnë. Nuk e di, i pëlqen, ja kështu është fiks këto. Ndoshta ato udhtojnë me ato, si quhen ato mjetet camper, janë fantastike ato camperat, fatikisht. Mirë. Sidomos për këtë lloj pune, për të bërë punën e vlogerit. Po. Është diçka fantastike sepse mund të shkosh në çdo zonë, edhe nuk paguhen hotelin, nuk paguhen. Të qëndrosh dhe mund të shkosh të vizitosh, ke shumë mundësi. Po, në zonat e tjera. Të ndalosh aty ku preferon. E kalon natën dhe në ditën të nesërmen e ke gati për filmime, për gjëra, për vlogë normalisht. E ke në plan një mjet tillë, Leo? Për punën që bëj unë, koha më mungon. Por po ti kishe një punë të tillë që të kisha kohën më të lirë, do e bëja këtë gjë. Po fatikisht është mjet shumë më mirë për të bërë pjesën e udhëtimeve. Vërtet. Shijon një udhëtimet, por bën edhe punën si vlogger.
Sigurisht. Gjatë rrugës që erdha nga Kroacia, pash disa kamper kështu që kalonin. Shumë ka. Edhe Shumë të tillë. Italianë, polakë, kishte shumë polakë, po. Edhe vinë këtej, edhe nga Greqia, kupton, kalojnë në Shqipëri, shoh deri në Greqi kam parë, kur isha para 2 vjetësh, Po. I pash. Por edhe këtu në Ksamil, që kam biseduar dhe me të tjerë, vinë se njohin, di që është vend i bukur dhe kalojnë pushimet këtej në vendin. Eliminojnë pjesën e pagesës së hoteleve. Vërtet, kanë vetëm rrugën dhe do të thotë shumë dhe kjo gjë. Po. Është diçka e mirë se edhe i pavarur për të kohën banuar, po. Ide e mirë kjo, me tek palma, jam me dosë të stolat, gjë e mirë kjo. Shikojmë dhe një listë çmimesh, nëse Për kuriozitet. Për kuriozitet, për shikuesit. Po, në këtë moment kemi një listë çmimesh për pijet. Po, për ata që janë kurioz. Pra ja ku I keni. Kafe ujë 70 lek. Ujë detox. Çfarë kuptimi ka? Ujë robineti. Macchiato, ujë di blue, ujë detox 190 lek. Çmime duke shumë lira. Për mëngjesin është. Ora 7 deri në 10:30 Një të gjë është, po. Po një të gjë dhe këtu është. Para macchiato, brioche, lëng portokalli, 400 lek, që I bie rreth 3 euro e pak. 3 euro po. Pra si bie me Italinë, Leo? Në Itali, ora macchiato 1 euro, brioche diku ke 1,50 euro. Lëng portokalli nga 2 deri në 3 euro, varion sipas. Pra I bie që lista jon është pak më lirë, por I afrohet. I afrohet, por është më lirë. Po. Siç është këtu. Po. Këtu kemi disa gatime. Gatime të shpejta. Okej. Duke parë nivelin e jetesës, fatikisht atje nuk është e përfillshme shumë. Apo ja, si mendon? Pra duke bërë krahasimin e listës të çmimeve këtu në Shqipëri me listën e të çmimeve atje. Po, sipas edhe si thuhet hyrjeve. Sepse një italian merr 1.500 euro mesatarja, nga 1.600. Mund të themi 1.200 deri 1.500 që është mesatarja. Po. Dhe paka shumë dihet që me këto çmime pak të siç janë andej, nuk është shumë problem ky çmim, mendoj. Po. Por në Shqipëri është pak më ndryshe, sepse jo të gjithë ka mundësi normalisht, sipas mundësive do bëjnë këto pushimet. Do zgjidhen shumë. Turistët tu? Tu kemi disa foto që kjo agjensi dërgon turistët për kuriozitet. Ja vlen ti bësh promocion turizmit.
E kishim nisur mirë livestreamin e parë. Ritmi ishte më i lartë dhe ne ulëm pak ritëm, po edhe u lodhëm. Po, Me rapa. thënë drejtën u lodhëm, temperatura është e lartë. Gjithsesi do të vazhdojmë edhe besoj se 20 minuta, 15 minuta, diçka të tillë. Ndërkohë që shikoj që numri i ndjekësve po rritet gradualisht. Në Berat në mbrëmje të sigurisë Leo të shkosh Po, në Berat sepse ka shumë persona qytetarë të cilët shëtisin shëtitore. Ta sugjeroj Në shkoj. i shëtitje në Berat sepse ti ka ardhur për pushime. Po, normalisht. E ke mundësinë. Mund t'ikin në çdo vend, pa problem. Nuk është se jam shumë i lidhur në një vend që mund të rri aty, por po do të shkoj edhe atje. Se deri afër Beratit kam disa njerëz që frekuentoj dhe mas 2 ditësh do shkoja fakt. E po programon mbrëmjen. Po, edhe programoj. Sugjeroj në mbrëmje sepse është shumë e bukur fatikisht tek pjesa e shëtitores. Do kisha dëshirë të rri edhe këtu. Në mbrëmje këtu, po, do ishte Po, bukur. nga premton dhe detyrimisht do të ikim. Mbrëmja është shumë e bukur në Vlorë. Shumë e bukur sepse ka shumë gjallëri, ka shumë qytetarë që dalin. Dhe sheshi, hapësira, shëtitoria, është goxha e Ja, gjera. si s'duket edhe nga pamjet, Fantastike. ka hapësirë të mirë. Po. Pra, Bukur. vendi ku shëtisin qytetarët, bicikletat, makinat, plazhi. Por kemi edhe pjesën e Lungomares aty, që është një ndër zonat që frekuentohet shumë nga qytetarët. Ka shumë turistë që vinë këtu në Vlorë. Frekuentohet shumë jugu nga Jugu, turistët. Është vërtet. Harbër Prishtina më bën një koment dhe thot që Vlora është një qytet i bukur, një nga perlat që ka Vlora dhe Saranda. Mendoj se Harbëri do të thonte që një nga perlat që ka Shqipëria është Vlora dhe Saranda. Kështu mendoj. Kështu mendoj edhe unë. Mbrëmjet janë shumë bukura fatikisht, sepse shëtitja është më e bukur në mbrëmje, është më e freskët. Pjesa e dritave ka atë efektin e vet. Normalisht. Është më freskët. Freskia. Dhe gjirja mbrëmjes. Më relaksuese. Po, sigurisht. Tani është momenti që qytetarët mbarojnë pjesën e plazhit dhe afrohen drejt vendit ku kanë marrë hotelin ose kanë shtëpitë e tyre, që është në krahun tonë të djathtë. Mendoj se mbrëmja është shumë e populluar këtu dhe të gjitha këto restorantet që shikoni këtu janë të tejmbushura në darkë. Është diçka që ne kemi konstatuar
ku jemi futur live në videon e mëparshme, pra është video që kemi bërë para 3 javësh. E keni në kanal Vlora në mbrëmje. Jo vetëm Vlora, po mendoj se çdo qytet në mbrëmje ka gjallëri tjetër. Ka. Qytetet brevetare gjithmonë janë më mbrëmje, janë më tepër se të populluara me xhirot e Po darkës. Padova Leo frekuentohen ato qytetet e mbrëmjes apo janë Jo, më të tërhequr italianët? Nuk është se dalin jashtë, siç dalin këtu, të drejtën, pak në zona ime atje. Ka xhirët, po jo kaq të theksuara, kaq të mbushura, desha të them me Po të thoja për Beratin, sepse kur të shkosh në mbrëmje do më besosh për fluksin që ka pjesa e shëtetores. Pra është një fluks shumë i madh. Kur të shkosh ta vizitosh, do shkoj. Do ta shikosh vetë. Pas nesër, brama. Po. I bëj edhe një video për YouTube, normalisht një live. Resh bën një koment duke thënë se Rama po shet tetin serbëve. Man më Resh, kuna gjete politikën tash me zvape me zi po eci më shok. Nuk kemi asnjë lloj interesi. Na ka vajtur djersa në fund këmbëve. Ti thua deti, ndaloje detin, mos e lër të shitet. Çe janë të budallu që më burr. Dikush tjetër na bën një koment, Arbër Prishtina, Arbëri i cili komentonte edhe tek video e parë. Na bën një koment duke thënë që Shqipëria është një vend i pazëvendësueshëm. Është kënaqësi të kalosh pushimet në jug të Shqipërisë. Bravo Arbër për komentin. Edhe vaditja me ujë atje ke bari, sheshi. Kanë takuar. Po. Duhet freskuar bari. Ja ku shohim edhe që është i jeshil. Po. Nuk është i djegur ose. Po, sepse kjo do të thotë që mbahet, mirë mbahet. Mirë mbahet, vërtet. Vazhdojmë dhe pak. Okej, miqtë e mi, atëherë neve na ka ngelur dhe pak metra, sepse do duhet të lëvizim një herë.
Bicikletat kanë kursinë e vet, shumë bukur dhe kjo pjesë këtu. Trotuari për mësorët shumë rregjer, Ai shumë i pastër. shumë mirë. Shumë i pastër sepse temperaturës vapën është normale. Temperatura vapët është diçka që Sezoni. është e momentit, jemi në kulmin e sezonit veror. Kështu që Për shusit që po shikojmë se po ikin, po largohen nga plazhi. Po. Alla tanë. Po pra, tani është orari që pushuesit largohen nga plazhi për të vajtur në shtëpi ose në hotel. Irakli, bregu, na komenton, shmallemi me vendin ton, nëpërmjet teje Albert, faleminderit Irakli, më vjen mirë për këtë. Që videot tona janë sa më të dobishme. Qytetërisht kemi edhe në këtë orë disa qytetarë që shëtisin, pavarësisht se temperatura është e lartë. Imagjino orën 9 të mbrëmjes, si mund të jetë Është më freskët. shqiptoria. Dhe palmat janë gjatë të bukura Po, në këtë pjesën e shkëtitores. po shumë bukura, edhe janë të vendosura në sinkron me njëra tjetrën, Shumë rregull. në një vit të drejtë. Mendoj se do të ketë më tepër gjelbërim akoma. Flas për pjesën e pemëve, do të ketë akoma më tepër. Megjithëse janë mbjellur këtu, por janë të rralla, plus janë pemë që nuk hapen shumë horizontalisht, nuk krijen shumë hije të forta. Vladimir Canaj pas shtëpinë time, faleminderit të Vladimiri, nga Leoni Francës. Përshëndetje. Të përshëndes Vladimir. Alpet e Austrisë. Imagjino si mund të jetë atje, Freskët. freskët fare. Shumë bukur. E kam vizituar deri një farë vendi që kam hyrë nga Italia në Austri. Në Villak isha aty dhe në për dyqane që kam bërë disa gjëra. Tej, shumë bukur. Por ja vlen ajo zonë aty të bësh dhe video, live, vlog. Vende shumë të bukura. Mirin e kufit kohës, duhet të zitojmë pak, sepse mirë do ishte që të kalonim tek pjesa e Bregdetit, por e kemi të pamundur fatikisht Leo, Po, sepse ati ora. orari është shumë kufizuar. Ecco. Në darkët, këtu si duket është Luna Park, besoj këtu do ajo mbushet zonë aty ka shumë ndriçim, ka shumë drita, shumë për fëmijë. është dhe i kënd bukur, lojrash aty. po. Ka dhe projektor ku ndiqen ndeshjet, evenimentet sportive. Këto e. Është zona më e populluar në mbrëmje fatikisht. Okej, miqtë e mi, atëherë këtu i erdhi fundi i këtij live streami të shkurtër. Jemi në fund tashmë të live streamit. Sot pata mundësi
Të jem live me mikun tim Leonardin. Përshëndetje gjithë Ju miq. përshëndesim. Atëherë Leonardi ka një kanal YouTube. Mund ta thuash emrin e kanalit Leo. Kem dy kanale, Leonard Talili dhe Leo Videomaker. Pra Mund mund të të nëse futeni në dëshironi. YouTube dhe mund të ndiqni kanalet e Leonardit. Keni punime të ndryshme, Po. sepse njëri kanal pak a shumë është fokusuar tek muzika. Po, të muzikë e koncertet në Itali, se unë jetoj atje, Dhe por e kameraman, po, Leonardi bën shumë koncerte atje. Filmon shumë koncerte, jo bën Po. shumë koncerte më saktë. filmoj dhe me Albertin bashkëpunojmë si në Shqipëri, por edhe në Itali, për klipe, për gjëra, Po, bashkëpunojmë. sigurisht. Prandaj Jemi nëse miq. keni ndonjë klip në Itali, ne jemi gati. Gati. Për çdo gjë, Edhe më tej. në çdo vend të Italisë ose edhe më tutje, se Po. nuk është problem. Do të jemi përsëri së bashku me Leonardin. Besoj se Leo nga shtatori ose tetori. Nëse Kemi fillimisht do të jetë një live stream në Venecia. po, do të jemi bashkë. Kemi një video së bashku në Venecia. Më pas do të kemi edhe video tjera, por ende nuk kemi një kalendar Për të saktë. projektin, për gjërat e reja në vazhdim Kemi së dhe bashku. Okej, miqtë mi, atëherë më vjen keq që duhet ta ndërpres të live streamin, por ne kemi një angazhim tjetër. Na përshëndet Hajir Pepe. Përshëndes ne Hajir. Ne përshëndetje. kemi një eveniment së bashku sonte, kështu që do duhet të filmojmë një koncert diku. Atëherë ju përshëndes të gjithëve me Leonard Halilin, edhe unë Albert Gjithë mirë, Vaja, miq. ju përshëndesim. Përshëndesim së nga bashku Vlora, pushime të mbara. Respekte edhe kalofshi Gjithë të mira bukur. mi. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.